Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Arrestohet ish-përfaqësuesja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, rektoria e Kolegjit të Europës akuzohet për korrupsion. Kushtetuesja vendos të enjten për kalimin ose jo në shqyrtim të çështjes Balluku, Rama e quan pezullimin gabim të drejtësisë, Berisha thot se ai po bën presion. Policia identifikon dhe shpall në kërkim dy autorët e ekzekutimit të biznesmenit Mondi Mahalla në pranga si bashkëpunëtor i Shërtaku dhe roja i karburantit. Belia i kërkon të respektohet e drejta për të mbrojtur, gjykata shtyn seancën dhe jep kokë Kryebashkiakut të Tiranës të njëjtë me aktet e dosjes voluminoze. Mbyllet faza audicioneve të Albanians Got Talent në Vision Plus, nga e hëna e ardhshme nisin gjysmëfinalet, rritet gara mes konkurrentëve të spektaklit. Njemi gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Prokuroria belge ka arrestuar këtë të martë ish-përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme, Federica Mogherini. Ajo akuzohet për korrupsion dhe mashtrim me një tender të fituar nga Kolegji i Europës, të cilin Mogherini e drejton. Në pranga janë vënë edhe dy zyrtarë të tjerë që dyshohet se janë përfshirë në këtë skandal. Ish-përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punët e jashtme, aktualisht rektore e Kolegjit të Europës, Federica Mogherini, është arrestuar nga autoritetet belge këtë të martë. Lajmi është bërë i ditur nga mediat vendase, të cilat raportojnë se ndalimi i saj lidhet me rast të dyshuar korrupsioni që përfshin Kolegjin e Europës dhe Shërbimin Evropian të Veprimit të Jashtëm. Në pranga kanë rënë edhe dy persona të tjerë të dyshuar për mashtrim dhe shpërdorim detyre lidhur me programet e trajnimit të financuara nga BE. Bastisjet u kryen nga Prokuroria Europiane, e cila ka dyshime për manipulim të një tenderi milionash që i është dhënë institucionit që ajo drejton, Kolegjit të Europës. Në fokus të hetimit është një program 9 mujor trajnimi për diplomatët e rinj të BE-s, një kontratë prestigjioze me peshë të madhe financiare dhe institucionale. Gjatë viteve 2021-2022, Shërbimi Diplomatik i BE-s i dha këtë projekt Kolegjit të Europës, por prokuroria dyshon se procesi nuk ka qenë i pastër dhe transparent. Dyshimi kryesor është se Kolegji i Europës, që ka një deg edhe në Shqipëri, i drejtuar nga Mogherini, mund të ketë marrë informacion të brendshëm për kriteret e tenderit, përpara se ato të bëheshin publike. Pra, mund të ketë pasur të dhëna që i dhan avantazh të padrejtë dhe që nëse konfirmohet, përbën favorizim dhe shkelje të rënd të konkurrencës së ndershme. Mes të arrestuarve është edhe Stefano Sanino, ish sekretari i përgjithshëm i Shërbimit Diplomatik të BE-s, institucioni që organizoi vetë tenderin. Për shkak të pozicionit të tij, ai kishte akses të plot në dosje dhe kriteret e përzgjedhjes. Hetuesit po përpiqen të zbulojnë nëse ai ka ndarë në mënyrë të paligjshme këto kritere me Mogherinin dhe bashkëpunëtorët e saj. Policia kreu kontrole në selinë e Shërbimit të Jashtëm të BE-s në Bruksel, Shërbimit Evropian të Veprimit të Jashtëm, si dhe në disa ndërtesa të Kolegjit të Evropës me kërkesë të zyrës prokurorit. Kontrole u kryen edhe në shtëpitë të dyshuarve. Veprat penale për të cilat Mogherini dyshohet janë mashtrim në tender publik, korrupsion, konflikt interesi dhe shkelje të sekretit profesional. Përpara këtij operacioni policor, zyra e prokurorit publik evropian kishte kërkuar heqjen e imunitetit që gëzonin disa të dyshuar, pa përmendur emra apo pozicione. Mogherini ka mbajtur më herët detyrën si krye diplomate e BE-s, ka drejtuar Akademinë e Shërbimit Diplomatik, ndërsa aktualisht mbante detyrën në mandatin e dytë si drejtuese e Akademisë Diplomatike. Gjykata kushtetuese pritet të vendosë të enjte në sankcionimi i kryeministrit Edi Rama kundër pezullimit nga detyrat të numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku, do të pranohet apo jo për shqyrtim. Fillimisht ankimimi i kryeministrit Edi Rama u shqyrtua nga Kolegji i Gjykatës Kushtetuese, i përbërë nga relatori Sandor Beci, Marsita Xhaferllari dhe Sonila Bekja. Kolegji nuk mori dot një vendim me unanimitet dhe ja kaloi çështjen mbledhjes së gjyqtarëve, e cila do të vendosë nëse do të pranojë të shqyrtojë apo jo ankimimin e kryeministrit Rama. Në njoftimin zyrtar të gjykatës thuhet, kolegji vendosi kalimin e çështjes në mbledhjen e gjyqtarëve për të vlerësuar nëse plotësohen bashkërisht të gjitha kriteret
kriteret e pranueshmërisë së saj për shqyrtimin në seancë plenare. Nga ana tjetër, Eda Balloku ka ankimuar vendimin e gjykatës të dhënë me 22 nëntor për masën e sigurisë pezullim nga detyra dhe ndalimi i daljes jashtë vendit. Përveç Ballokut, në apelin e posaçëm është ankimuar edhe masa e sigurisë ndaj drejtorit të keshit, Erald Delezi, të cili gjykata i ka caktuar masën arrest shtëpie. Vendimi i gjykatës për pezullim nga detyra të Belinda Ballokut, kryeministri Rama e quajti një rrëshqitje të drejtësisë së re. Ai shtoi se qëllimi i lartë i luftës kundër korrupsionit nuk e justifikon përdorimin e asnjë mjeti të gabuar. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish sa i përket pezullimit të zëvendës kryeministres Belinda Balloku me vendim të gjykatës së posaçme. Në një postim në rrjetin social X, teksa e cilësoi situatën si jo normale, kreu i qeverisë dhe njëherë theksoi pasojat që mund të sillin vendime të drejtësisë së re. E pra, pavarësisht se nga data 1 kam qenë, jam e do të jem mbështetësi më i paepur i reformës dhe pavarësisë së drejtësisë, këtë risi botërore të drejtësisë son të re, unë nuk e quaj dot asgjë tjetër përveç se një nga ato rrëzimet e fëmijës kur sapo ka mësuar të eci. Me ndryshimin që kur fëmia i vërtet rrëzohet, lëndon vetëm vetveten, ndërsa kur drejtësia rrëshqet, kështu si këtë herë cënon parimet kushtetuese, prish balancën mes pushteteve të pavahura dhe ndërhyn brutalisht në procesin e qeverisë. Sipas Ramës, vendimet e gabuara mund të kthehen në një bumerang. Qëllimi i lartë i luftës kundër korrupsionit nuk e justifikon përdorimin e asnjë mjeti të gabuar dhe historia e vendeve që kanë kaluar më parë nga kjo rrugë domosdoshme na mëson se justifikimi i mjeteve të gabuara për hir të qëllimit madhor e kthen kurën me mjete të tilla në një të keqe dhe më të madhe se sa vetë sëmundja që thuhet se këto mjete po kurojnë. Ky mësim nuk duhet harruar kurrësi nga askush. Vendimi i GKK-u për Ballokun është ankimuar në gjykatën kushtetuese nga vetë kryeministri Edi Rama, i cili më herët të shprehur se pa fjalën e gjykatës më të lartë të vendit, qeveria do të vijojë punën pa një numër 2. Ndërkohë, opozita vijon akuzat ndaj kryeministrit Rama duke thënë se po i bën presion gjykatës për çështjen Balloku. Kreu Demokrat Berisha kërkoi nga kushtetuesja që të mbajë një seancë publike, ndërsa Rama sipas tij duhet të japë dorëheqjen. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se vendimi i gjykatës kushtetuese për të kaluar në seancë plenare çështjen e pezullimit numri 2 të qeverisë Belinda Balloku u mor nën presionin e kryeministrit Rama. Në konferencën me gazetarët, Berisha i bëri apel kushtetueses të zhvillojë seancë të hapur publike për ankimimin e kryeministrit. Mësohet se gjykata në një presion të tmerrshëm vendosi të shqyrtojë çështjen e përfaqësuar nga avokati i vjedhjeve qeveritare Edvin Kristaq Rama. Sipas Berishës, gjykata nuk duhet kishte marrë në shqyrtim këtë çështje. Kryeministri Edi Rama duhet të japë dorëheqjen. Sot i vetmi vendim që gjykata mund të mirte mos shqyrtimin e kësaj kërkese të paraqitur nga kryeministri më hajdut i Shqipërisë në kohra, por dhe më hajdut në Europë që merr guximin për të mbrojtur një vjedhje kaq të madhe të tunelit Llogaras, të shfrytëzoj presionin ndaj gjykatave për të mbrojtur. Edi Rama duhet japë me urgjencë dorëheqjen. Prej disa ditësh, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka shfrytzuar çdo komunikim me median për të mbrojtur vendimin e SPAK-ut dhe gjykatës së posaçme për pezullimin e Belinda Ballokut, duke akuzuar kryeministrin Edi Rama se po mbron një antar të kabinetit të tij që është marrë i pandehur nga SPAK. Kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë këtë të martë në konferencën e titulluar Europa 2025, koha për të vendosur, e cila po zhvillohet në Vjenë të Austrisë. Në këtë forum të nivelit të lartë trajtohen çështje kyçe mbi të ardhmen e Europës, ku marrin pjesë lider politik, ekspertë të diplomacisë, ekonomisë dhe të sigurisë. Kryeministri ka ndarë në rrjetet sociale pjesë nga konferenca, duke nënvizuar se është privilegj pjesëmarrja dhe drejtimi i njërit prej paneleve të këtij forumi. Policia e Elbasanit ka identifikuar dy vrasësit e biznesmenit Mondi Mëhalla, i cili u ekzekutua në makinën e tij në karburantin që kishte në pronësi. Marcelo Arani dhe Armando Kola janë shpallur tashmë në kërkim si autor të ngjarjes, po ashtu janë arrestuar si bashkëpunëtor në krim ish ortaku i Mëhallës dhe roja i karburantit.
Vrasja e biznesmenit Mondi Mahalla të dielën në Elbasan po shkon drejt zbardhjes së plot. Policia ka identifikuar 2 autorët e ekzekutimit mafioz, Marcelo Arani dhe Armando Cola, të cilët janë shpallur në kërkim. Ndërkohë që në pranga është vënë ish ortaku i Mahallës në biznesin që ai kishte me taksit, Gino Ago. Policia thot se Ago është i dyshuar si bashkëpunëtor në krim dhe akuzohet për vrasje me paramendim kryer në bashkëpunim dhe prodhim dhe mbajtje pa leje të armëve dhe municionit. Gino Ago në deklaratën e dhënë në polici ka gënjur kur është pyetur se ku ndodhej në momentin e vrasjes së Mahallës. Po ashtu në pranga ka rënë edhe Kujtim Pisha, 52 vjeç, roje e karburantit të Mondi Mahallës për veprën penale mos kallëzimi krimit. 2 ekzekutorët Marcelo Arani, 32 vjeç, banues në Elbasan, i cili ka patur mas siguri arrest në shtëpi për një tjetër vepër penale, dhe Armando Cola, 35 vjeç, banues në Laç, akuzohen për veprat penale vrasje me paramendim kryer në bashkëpunim, prodhim dhe mbajtje pa leje armëve dhe municionit, si dhe largimi të burgosurit nga vendi i qëndrimit. Policia thot se e ka arritur të zbardhë të gjithë mekanizmin e ngjarjes, të dokumentuar edhe me pamje filmike, ndërsa janë sekuestruar dokumenta shitblerje automjeti, 3 celular dhe 2 DVR. Një ditë më parë, policia arrestoi dhe Naldo Gjinin me origjinë nga Lezhë, i cili ishte parë ditët e fundit duke qarkulluar me makinën tip Audi që përdorën autorët në ekzekutimin e 43 vjeçarit. Automjeti rezulton në pronësi të subjektit të viktimës që jepte makina me qira. 43 vjeçari u qullua sapo kishte dalë nga zyra në karburantin e tij Xhaxhi Oil dhe sapo u fut në automjetin Range Rover. Autorët e qelluan disa herë me pistolet, ndërsa 2 prej plumbave e prekën në kokë. Pas ngjarjes së rëndë, ata u larguan me makinën Audi, e cila u gjet e djegur në fshatin Mirak, bashkë me një pistolet brenda. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka kërkuar këtë të martë shtyrjen e vendimit për kalimin e çështjes së tij për gjykim. Ai tha se më parë duhet i garantohet e drejta për të mbrojtur, duke u njohur plotësisht me aktet e dosjes. Veliaj po ashtu i kërkoi gjykatës të heqë masën e vendosjes në kafaz, duke i quajtur një trajtim poshtërues. Erion Veliaj është përballur sërish me drejtësinë para ditën e kësaj të martë, ku ishte i pranishëm në seancën paraprake, ku pritej vendimin nëse çështja ndaj tij do të kalonte apo jo për gjykim. Veliaj është drejtuar trupi gjykues me 3 kërkesa, ku e para ishte heqja e kafazit metalik, që sipas tij është një mjet poshtërues, pasi ai nuk është person i rrezikshëm. Heqjen e menjëhershme të masës së vendosjes në kafaz, në përputhje me standardet detyruese të Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut dhe jurisprudencën e Gjykatës Europiane të Drejtave të Njeriut, që e konsiderojnë këtë praktik trajtim poshtërues, paragjykues dhe të papajtueshëm me nenet 3 dhe 6 të Konventës. Mungesa plot e akteve të dosjes, që sipas Veliajt ende nuk janë vendosur në dispozicion, ishte kërkesa e dytë parashtruar në letrën e tij. Vënien e plot dhe të menjëhershme në dispozicion të akteve të dosjes në një formë të lexueshme dhe të aksesueshme, që më mundëson të jem realisht i informuar për akuzën dhe të kem kohën e nevojshme për përgatitjen e mbrojtjes sime. Fjalën e tij kryebashkiaku e mbylli duke kërkuar shtyrjen e seancës paraprake në mënyrë që të lexojë dosjen dhe të ketë mundësinë e mbrojtjes. Shtyrjen e procedurës derisa kjo e drejtë elementare, e drejta për të mbrojtur, të më garantohet në mënyrë të plotë dhe efektive. Asnjë proces i drejtë nuk mund të vazhdojë pa respektuar këto 3 kushte minimale. Gjykata pranoi kërkesën e Veliajt duke caktuar datën 5 dhjetor për seancën e radhës. Socialistët dhe demokratët gjetën konsensusin në Komisionin e Reformës Zgjedhore për kalendarin e punës. Mes çështjeve që do të diskutohen është edhe kërkesa e opozitës për ndryshimin e sistemit elektoral. Komisioni i posaçëm i reformës zgjedhore miratoi me konsensus kalendarin e punës, duke përfshirë në këtë dokument edhe çështjen e sistemit zgjedhor. Edhe pse Partia Demokratike ka 5 vite që kërkon ndryshimin e sistemit elektoral, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama nuk ka folur asnjëherë për nevojën e një sistemi të ri. E në këtë sfond politik, sot socialistët dhe demokratët votuan kalendarin ku parashikohet të diskutohet për sistemin zgjedhor në varësi edhe të ndryshimeve të ndarjes së re administrative territoriale. Pra neve kemi përfshirë diskutimin e sistemit zgjedhor jo vetëm për shkak të ndryshimeve në hartën territoriale, po dhe për faktin që debati duhet të jetë i plotë. Pra shqiptarët duhet të kenë mundësinë që të kenë një debat të plotë, eventualisht ndryshime të rëndësishme që çojnë në rregullin themelor të lojës në zgjedhje, sistemi zgjedhor ta kenë të dakorcuar palët. Sot nuk është. Sot është i njanshëm. Megjithatë, përfshirja në kalendar nuk do të thosë se palët do të gjejnë domosdoshmërisht dakordsi për sistemin zgjedhor. E mbetet për tu parë se si do të jenë qëndrimet e 2 partive kryesore në raport me një prej çështjeve më të debatueshme të zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri.
Ndërkaq çështjet e tjera duket se do sigurojnë më lehtë konsensus se Partia Socialiste kërkon që ligji për financimin e partive politike të jetë çështja e parë që do të diskutohet nga ky komision. Fillojmë me ligjin për financimin e partive politike, duke theksuar dhe duke synuar që nëse do të kemi draft shpejt, ne të kemi mundësi të bëjmë një tryezë me partitë politike apo organizma të tjerë për ligjin për financimin e partive politike si një produkt të parë konsensual. Komisioni i Reformës Zgjedhore gjithashtu do të diskutojë edhe rekomandimet e OSBE-Audiri, duke filluar nga ndalimet për përdorimin e burimeve shtetërore në fushat tek përbërja e komisioneve që administrojnë zgjedhjet në Shqipëri. Spektakli më i ndjekur i talenteve ka hyrë tashmë në një fazë vendimtare. Mbrëmjen e të hënës u mbyllën audicionet për të lënë vendin në të gjysmëfinale, ku gara mes konkurrentëve do të jetë edhe më e fortë. Pas javësh të mbushura me emocione, surpriza dhe performanca të larmishme, faza e audicioneve të sezonit të dytë të Albania's Got Talent ka përfunduar zyrtarisht. 40 konkurrent kaluan në fazën e përsjedhjeve, duke marrë pot vendimtarin nga juria e do të bëhen gati për në netët gjysmëfinale. Mbrëmja e së hënës mbylli një prej etapave më të rëndësishme të formatit, një rrugëtim sa i bukur, aq edhe sfidues, ku çdo javë ndjeheshin emocionet e garës. Nata e fundit e audicioneve përzjedhëse startoi me zërin e ëmbël të Luna Nergutit. Muzika dhe arti ishin në fokus të kësaj puntate. Grupit e Uta Dance Studio tundën skenën me kërcimin e tyre, ndërsa Roani i dha jetë tingujve të baterisë. Po ashtu, edhe këtë mbrëmje juria u treguar drejt për drejt me komentet e saj. 4 potë e tyre i rrëmbyen prestigjëtori Klesti Hoxha, Roani me potencën e tij në skenë, apo edhe gjeniu 8 vjeçar Ejt Krasniqi. Cili shteti përket? Mozambikut. E konfirmojmë? Konkurrentët kanë hyrë tashmë në garën e vërtet. Nata e parë gjysmëfinale do të mbahet në datë 8 dhjetor, në një puntatë plot surpriza nga ku do të përzgjidhen vetëm 2 prej talenteve për të vijuar rrugëtimin drejt finales së madhe. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë ndajemi këtu, natën e mirë.